Edi dhe Bia përfshihen në një debat të nxehtë që shndërrohet në një nga momentet më tensionuese të ditës brenda shtëpisë. Atmosfera midis tyre është e mbushur me emocione të forta dhe çdo fjalë që shkëmbejnë duket sikur ndes flakë të reja. Edi, i irrituar dhe i mendimit se po trajtohet padrejtësisht, i drejtohet Bias me një ton të prerë dhe të ashpër. Bia, ti po shtiret, thot ai me zë të ngritur, duke e shikuar direkt në sy. Të gjithë këto lot që nxjerr janë vetëm lot krokodili. Nuk janë të sinqertë, dhe unë e shoh qartë se nuk po tregon atë që je vërtet. Bia përpiqet të mbrojë emocionet e saj dhe të shpjegojë se ndjenjat e saj janë të sinqerta. Por Edi nuk e lë të marrë frymë. Ai vazhdon me akuzat, ti nuk je vajzë e mirë, Bia. Shumë gjëra që bën tregojnë se nuk ke ndjenja të vërteta dhe se po luan vetëm lojën tënde. Nuk mund të gënjesh më. Banorët e tjerë qëndrojnë të shtangur dhe disa përpiqen të ndërhyjnë për ta qetësuar situatën, por tensioni është aq i lartë sa duket se nuk ka asnjë mënyrë për ta ndalur debatin. Shikimet e tyre tregojnë se përplasja mes Edit dhe Bias po kthehet në një moment shumë dramatik, ku emocionet dhe egot janë të pakontrollueshme. Bia fillon të dridhet, ndërsa fjalët e Edit e godasin në thellësi. Ajo përpiqet të qëndrojë e qetë, por është e qartë se ndjenjat e saj janë të lënduara dhe zemërimi i Edit e ka tronditur. Çdo përpjekje për të folur ndërpritet nga replika e tij e shpejtë dhe e prerë. Unë nuk po shtirem, Edi, thot Bia duke u përpjekur të mbajë qetësinë, por zëri i saj dridhet nga emocionet. Unë jam e sinqertë dhe ti po më ke kuptuar gabim. Edi, megjithatë, duket i vendosur të mos lëshoj argumentin e tij. Ai nuk beson se Bia është e sinqertë dhe përpiqet të tregojë se ajo po luan vetëm për të marrë mbështetje dhe simpati nga të tjerët. Çdo fjalë e tij shton tensionin dhe bën që situata të bëhet akoma më dramatike. Ky debat shfaqet si një nga episodet më të tensionuara të ditës. Du